Pak muaj më parë redaksia jon raportoi zhdukjen e dallundyshe Heqimajt, një 65 vjeçare nga fshati Vjoski, Mallakastrës. I biri i saj ka kontaktuar sërish në redaksin ton mbrëmjen e dishme, duke apeluar për ndihmë, pasi edhe pse kanë kaluar pothuajse 6 muaj nga zhdukja e saj, ende nuk ka një informacion mbi vendodhjen apo fatin e 65 vjeçares. Ai bën thirrje që kushdo që ka informacion të kontaktojë numrin 069 73 87 880. Sipas dëshmisë së familjarëve, dallundyshe Heqimaj u largua nga banesa në 3 nëntor të vitit 2024 në orën 12:10 të mesditës në drejtim të paditur. Ajo vuante nga ankthi dhe depresioni, çka e bën zhdukjen e saj edhe më shqetësuese. Familjarët bëjnë me dije se gjatë këtyre muajve kanë burritur disa informacione mbi vendodhjen e mundshme të saj, por të gjitha kanë rezultuar të pasakta. Apelojmë këdo që ka ndonjë informacion që mund të çojë në gjetjen e 65 vjeçares, është i lutur të na kontaktojë.